Nisën për në Gaza, aktivistja Greta Thunberg bashkë me aktorin e filmit Game of Thrones, Liam Cunningham dhe 11 aktivistë të tjerë. Aktualisht janë duke udhëtuar drejt Gazës me anije, ku siç thot ajo, për të thyer rrethimin. Asaj do t'i bashkohet edhe Rima Hassan, një anëtare franceze e Parlamentit Evropian. Anija me vela Medlin e operuar nga grupi aktivist Freedom Flotilla u nis nga porti i Katanjas në Sicili, në Italinë Jugore. Ajo tha se do të përpiqen të arrijë në brigjet e ripit të Gazës për të sjellë ndihmë dhe për të rritur ndërgjegjësimin ndërkombëtar për krizën e vazhdueshme humanitare, than aktivistit në një konferencë për shtyp përpara se anija të nisej. Po e bëjmë këtë sepse pavarësisht shanseve që kemi, duhet të vazhdojmë të përpiqemi, sepse momenti kur ndalojmë së përpjekuri është momenti kur humbasim njerëzimin ton. Dhe pavarësisht se sa i rrezikshëm është ky mision, nuk është as afër aq i rrezikshëm sa heshtja të gjithë botës përballë gjenocidit të transmetuar drejt për drejt, tha Thunberg. Aktivistët presin se do t'u duhet 7 ditë deri të arrijnë në destinacionin e duhur nëse nuk ndalohen gjatë rrugës. Agjencitë e OKB-s dhe grupet kryesore të ndihmës thonë se kufizimet izraelite, prishja e rendit dhe ligjit dhe plaçkitjet e përhapura e bën jashtëzakonisht të vështirë shpërndarjen e ndihmës për rreth 2 milion palestinezët e Gazës.